Ishte herë pejgamberi alayhis salam me shokët e tij dhe i ngacmoi pak në memorien e tyre, i ngacmoi pak në metaforën që i përdori, tha, kam një pyetje. I thanë ato po. Tha, në qoftë se tek pragu i derës shtëpisë çdo kujt për jush, ishte shembull ekzemplar në fakt, kalon një lum 5 herë në ditë. Pra ka orare të caktuar, kalon një lum i rrjedhshëm me ujë të pastër, të kulluar dhe kalon para pragut të shtëpisë. Tha, në atë shtëpi, në atë prag shtëpie, mbetet në i papastërti 5 herë ujë i vrullshëm i pastër i mirë, me nun ato, jo, se po kaloj 5 herë ujë, ai vend të mbetet i pastër. Thanë, jo, i dërguar i Zotit, ai vend është i pastër, s'ka papastërtinë të. Tha, kështu është çështja e besimtarit ndershëm dhe besimtares që i fal 5 vakte. Duke u fal çdo ditë 5 vakte, të pastrohet shpirti, zemra, të falen gjinavet, je i pastër përpara Allahut madhnueshëm. Prandaj ai thot, ka kriju një mozaik veprash, njëra më e fuqishme se sa tjetra, njëra më e madhe se sa tjetra, që ne të jemi të pastër përpara tij.